Miq Prizmus, sot desha t'i bëj një analizë të vogël, një opinion të vogël, të shkurt, klip të shkurt, asaj demence politike, padrejtësie të madhe politike, të listë sigurtët dhe listë pasigurtët të Partisë Demokratike, po sigurisht edhe të Partisë Socialiste në modelin që ky kod zgjedhor ju ka paraqitur shqiptarëve për të kuptuar qartë edhe mirë si qëndron padrejtësia zgjedhore e partitokracisë, po dhe kryetarokracisë. Sigurisht që është një kod zgjedhor i bërë që partia fituese pothuaj të ketë sigurinë e saj në drejtim. Dhe këtë e kanë bërë me vetdije të plotë si Sali Berisha dhe Edi Rama. Por që të fitojnë sigurisht do një parti të organizuar mirë, në mënyrë elektorale të kthyer në parti të tillë, dhe jo parti e modelit vjetër, plot grindje, plot arrogancë edhe me njëri tjetrin si Partia Demokratike, po një parti solide, të një trashëgimie të sigurt, të një elektorati të sigurt që kthehet nga parti e bazës, nga parti e filozofisë gati radikalisht të majt, në parti elektorale, që është kthyer sot Partia Socialiste. Po kush është padrejtësia e madhe? Padrejtësia e madhe është lista dhe siguria e listat të mbyllur, dembelhanet e listës së mbyllur dhe herojt, po thuaj dëshmor të listës hapur. Tashti, si shembull par excellence kam marrë zonjën Tabaku dhe zotëria Ali Mehmetin. Midis të dyve sigurisht do të preferoj në mënyrë të qartë dhe të pastër zonjën Tabaku, sepse ajo në diskursin e saj, i cili sigurisht lë për të dëshiruar, për nga e djatha që përfaqëson, nuk i ngjan, nuk mundohet të imitoj Sali Berishën. Jo, është jashtë kësaj, edhe unë jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe i lumtur që ajo ka mundësi që të futet, duke bërë një luftë të jashtëzakonshme me njëri tjetër që unë do të dëshiroja të ishte. Dhe që ishte Ali Mehmeti, pavarësisht diskursit të tij të kohëve të fundit, shumë i ngjashëm me Sali Berishën. Ose, nuk e di, i ndikueshëm nga Sali Berisha, e pafalshme për doktor Ali Mehmetin. Të një moshe tjetër, koncepti tjetër dhe ndërshmërie tjetër. Të imitoj, si shbën Flamur Noka ose Tritan Shehu, një person të tillë folk politik bolshevik si Sali Berisha. Por këta të dy kanë bërë luftë fantastike, ashtu si kundër Tedi këtu në Shkodër. Dhe pse e kanë bërë këtë luftë? E kanë bërë që të rinë rehat Josefina Topalli në listë, kur e provuar realisht në beteja, edhe kur u provua vetëm e pa që doli vetëm me 1000 vota, ndërkohë që Tabaku merr 18.000, 20.000 vota, dhe Tedi në Shkodër me 7.000 vota, por nuk del. Sepse sigurisht do dilte Luciano Boçi, dhe Tedi do rrinte, pavarësisht të marrrisë së Tedit që lexon letra të vendosura nga partia për t'i imituar në mënyrë absurde marrëzitë e Sali Berishës dhe ato që e ndjekin Sali Berishën në Shkodër. Një nga gafat më të mëdha që Tedi bëri, sigurisht ndoshta edhe nga rinia e tij, po dhe i ndikuar nga familja, nuk e di se nga kush, për të lexuar letra idiote partie, për të dalë nga vetja, për të ikur diskursit vetë dhe të futur në diskursin e Sali Berishës. Sepse sigurisht do kalonte Luciano Boçi, do kalonte Kliti, i cili thoshte votoni, pa u përballur një herë. Ashtu si kundër do kalonte Vokshi, pa u përballur një herë, Dembelhanet, njerëzit që urrehen në Partinë Demokratike. Flamur Noka, njëri që urrehen në Partinë Demokratike, që vetëm grindet e vërtet, rrifet me grushta, sepse sigurisht ai s'di gjë tjetër, atë di. Dhe bën të mrekullueshmin e Sali Berishës. Sigurisht do kalonte, nuk e di, Xhixha. Do kalonte ai, nuk e di si i thon, çfarë i thon atij LSI-s. Do kalonin këta të dy, pa provuar ndonjëherë
Dhe sigurisht do luftonte Tabaku, do luftonte Ali Mehmeti. Do kërëndë Tritan Sheu, bashkë me Sali Berishën, komunistat e fundit në Evropë, që e konsiderojnë veten demokrat. Fantastike kjo punë. Njerëz që kanë qenë në balë të luftës të shkatrimit kishave dhe xhamiave. Në fotografi me Enver Hoxhën, Ramiz Alin, me gjithë byron politike. Njerëz të Partisë Punës Shqipërisë që mbajnë fjalime ju shesin pordh, njerëzve që s'kanë qenë, jo vetëm antar partije, po se njohin fare atë kohë. Imagjino ti shesin pordh doktor Ali Mehmetit, Tabakes, që mund ta ketë vuajtur në prind të saj atë kohë, po vetë s'di asgjë. Njerëz tillë japin leksioni demokracie dhe Tabakes, dhe Ali Mehmetit, japin dhe Tedit, sigurisht. Tedi ka lindur, nuk e di, mas 90, sigurisht, patjetër, mas 90 ka lindur. Të pamerituarit e listës mbyllur. Pamerituarit, absurd të listës mbyllur. E gjithë lista e mbyllur e Partisë Demokratike në Tiranë, sa hajde në Shkodër 4 vetë, 5 vetë janë, sepse sigurisht Barspaje ka fituar me mund të jashtëzakonshëm, duke luftuar. Sigurisht që metet e Dona Bilali jashtë, sepse bëhet një marrëveshje e poshtër në Vaudes, dhe sigurisht nuk del ajo me gjithë ato vota që ka marrë. Me një provë ose sprovë të madhe të jashtëzakonshme. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë jo vetëm padrejtësi, po kjo do të thotë se kemi në masën 60% njerëz të paprovuar, të cilët marrin vlerat e provës së popullit. Kur prova e popullit vërtetohet ke këta njerëz që sapo përmenda tani, provohet ke Tabaki, provohet ke Ali Mehmeti, provohet bje fjala këtu në Shkodër ke Bardhi, e duam se duam, provohet ke ai se ka marrë votat, provohet ke Tedi, provohet ke Edona, dhe që bëjmë përpara njerëzit që nuk janë provuar kur, sepse kështu i do kryetarokracia, partitokracia. Në 3 raste të njëjtja gjë. Sigurisht që kanë përbërë përpara njerëzit e kot pa provuar një herë, që u lurasin kot, që tash i kapen edhe me mediat. Dhe kjo është fantastike. Është paturpsie jashtëzakonshme politike. Dhe këtu në bëj dallime fare, as për Partinë Demokratike që e ka tepruar shumë, Sali Berisha e ka tepruar shumë me këtë. Sigurisht e meritojnë, sepse ata kanë për kryetar, por në një farë mënyrë, edhe pse i ka vendosur mrapa, Partia Socialiste dhe Edi Rama e ka llogaritur këtë punë. E ka llogaritur, se sigurisht ato do të luftonin. Dhe dolën ministri i ekonomisë dhe i kulturës, Gonxha, doli prap Xhafa, doli prap Eron Braça, sepse luftojnë, sepse punojnë, janë kombatent, janë luftëtar për votën, luftëtar për fjalët, që s'dalin një herë, është luftëtar para kamerave, Flamur Noka, bas me Vokshin, e me Josefina Topallin, bëjnë muhabet e kot. Kur provohen, pastaj e di që abandonohen nga njerëzit. Thjesht, bëjnë gam, edhe kështu pastaj marrin vendin e caktuar ke doktor Berisha. Tash i tiem si këta personat, unë sigurisht nuk vazhdoj më t'i binem. T'i binem një, jo vetëm partitokracie, po kryetokracie t'tillë. Dalë në sapin tim se ato 4 vjet nuk ka kush mi hek më, s'do t'i heqi kërkush dhe përfaqësoj veten. Tabaku ka mundësi që të përfaqësoj veten, djathën, dhe sidomos qytetarinë tiranase. Të lej diskursin idiot, rëmpallhane, folklorik, politik, folk bolshevik, Sali Berishës, po të përfaqësoj tirancit e vjetër aty që s'kan qenë kur me komunizmin, dhe që janë rrallë nga komunizmi. Të përfaqësoj pjesën e moderuar të një borgjezie tiranëse të asaj kohe. Kjo është detyra e Tabakes, edhe atij Ali Mehmetit. Jo të vazhdojnë në mënyrë absurde diskursin dhe marrëzirat e Sali Berishës. Dhe bashkohen me një tuf lëtyrash aty të pamerituar që ai ka rreshtuar në linjë të parë për të mos u votuar, por për t'i caktuar ai. Dhe njerëzit sigurisht përfitojnë, njerëz të pamerituar mi kokën e tyre. Ata duhet mbeten vete me Sali Berishën. Ata të 12 duhet mbeten vete, me 13 dhe poshtë duhet jenë me veten e tyre dhe me popullin shqiptar, me popullin e Tiranës dhe me popullin i cili nuk mund të aduroj më një marrëzi të tillë
absurd të tillë opozitar. Një absurd i cili sigurisht ka hequr mënyrën për të bërë alternativë politike në Shqipëri. Po ashtu në Shkodër, po ashtu në Korçë, po ashtu në Vlorë, po ashtu kudo në Shqipëri. Askërkush nuk e ka armik Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka një armik, Sali Berishën, i cili e denigron për ditë, shan gjithë ditën demokratët, i thotë që janë shitur të gjithë, ke Edi Rama. Një njeri i cili sigurisht kërkon ndihmë në Evropë, kur Evropa është në Tiranë. Ai shkon e takon idiot në Evropë, Evropa është i gjithë në Tiranë. Këtë, të shtit Tabakja dhe Ali Mehmeti mos ta kuptojnë, këtë e kupton vetëm Jozefina Topalli, sepse sigurisht jeton vetëm me frymën e Sali Berishës. Këtë jeton edhe mund ta bashkëjetoj Vokshi edhe Noka. Tritansheu. Mund ta bashkëjetojnë marrëzirat e tjera politikisht që ka Partia Demokratike dhe që futen në listë të padrejtësisë. Po jo demokratët. Demokratët kanë rrugën e tyre, ata janë gjë tjetër, kurse këta të pamerituarit e listës mbyllur, krejtësisht gjë tjetër. Dakord, miq e mi?